Efi Deves pas 3 vitesh nga Big Brother VIP. Nuk kam lef për askënd. Ajo periudhë më. Edhe pse kanë kaluar 3 vite nga përfundimi i sezonit të dytë të Big Brother VIP Albania, Efi Deves mbetet një nga ish-banorët më të komentuar të këtij formati. Në një deklaratë të fundit, ajo ka reflektuar për eksperiencën e saj në shtëpinë më të famshme në vend, për marrëdhëniet që krijoi aty dhe për mënyrën se si publiku vazhdon ende ta lidh me emra si Luize Illi dhe Olta Gjiçari. Ka komente jo për Oltën, por për Luizin më shumë. Ka ende njerëz që kanë mbetur para 3 vitesh. Unë nuk kam lef për njeri. Çfarë ka kaluar ka qenë shumë e bukur. Nuk e fshim dot. Është shprehur Efi me sinqeritet, duke treguar se e ka lënë pas çdo ngarkesë emocionale. Ajo pranoi se pjesëmarrja në Big Brother i ka ndryshuar jetën, duke i dhënë njohje të madhe publike, por edhe duke e mësuar të përballojë gjykimet dhe presionin e opinionit. Ajo periudhë më ka forcuar shumë. Ka mësuar të mos reagoj ndaj çdo komenti dhe të mos e lejoj askënd të më ul shpirtin. Çdo përvojë, edhe ajo më e vështira, më ka bërë më e fortë dhe më e ndërgjegjshme për veten. Në vijim, ajo shtoi se sot e sheh gjithçka me pozitivitet dhe pa ndjenja negative ndaj askujt. Unë nuk kam lef për askënd. Gjithçka që ka ndodhur aty ka qenë pjesë e një eksperience që sot e shoh me buzëqeshje. Ka qenë një periudhë shumë e bukur që s'mund ta fshim dot. Me këtë reflektim të sinqert, Efi Deves tregon se pjekuria dhe qetësia emocionale janë mësimet më të mëdha që ka marrë nga eksperienca e saj televizive.